Tregëm, është e pashmangshme pa e diskutu statusin e Milaj Msekës, i cili e ka kritiku shumë ashpër dizajnerën Bora Kogdhima. Është e vërtet që Bora u kthy në Shqipëri me datën 17 maj? Po, Bora u kthye pak më përpara, u kthye Edhe ka dashur me ta marrë fustanin, pse se ka liu me hy në Green Room. Dëgjoj, këto janë gjëra shumë personale dhe janë procese shumë të ngushta që ndodhin në një punë të caktuar. Edhe ti kur punon me kameramanin ke 2-3 probleme të tuat, por unë mendoj që nuk duhet të parë këto, duhet të parë e përgjithshmja. Unë e falenderoj Milaimin që më ka hyrë deri në lëkurë, duke përjetuar atë që dhe duke më parë në vështirësira të ndryshme herbasere, por nga ana tjetër më duket e kotë që të flasësh për gjëra që nuk kanë vlerë realisht dhe nuk kanë thelb, sepse e rëndësishme është si ju jam dukur pjesës më të madhe të njerëzve.